Dhe kemi këtu me parashikimin e datës 15 janar të 2026. Duket se kemi të bëjmë me një ditë të rëndësishme në plan të parë, por gjithashtu me diçka të rëndësishme që lidhet me ekonomi. Sepse jashkanësi afër ditës nga përcapi në tek Saturni tek Peshqit është ndikimi dhe duke bërë ditën pozitive për marrjen e përgjegjësive të rëndësishme në marrëdhëniet tona. Marrjen e vendimeve shumë të rëndësishme, do thotë në çështje personale, në marrje veprime të rëndësishme financiare ose për fillime të rëndësishme, favorizojnë shumë shenjat e tokës dhe shenjat e ujit, siç janë Demi, Virgjeresha, Britçapi dhe shenjat e ujit Gaforja, Akrepi dhe Peshqit të ditëlindjes të dhjetëdijçit të tretë ose ata që kanë